Pyetje: kur ka lindur Isai alayhis salam? Po, kjo pyetje është pyetje me rëndësi, sepse Isai alayhis salam është prej profetëve që është folur shumë për të në Kur'an, dhe kjo për faktin se ai ka patur një lindje unike që nuk i ngjan askujt prej njerëzve që kanë lindur në këtë botë, dhe rreth historisë së tij janë përmendur edhe detaje që na tregojnë për momentet e lindjes. Meriemja alayhis salam, pas asaj shtatzanie që ishte mrekulli për mrekullive të Allahut Madhëruar, kur ju afrua koha e lindjes, u largua në një drejtim të një vendi lindor, siç thot Kurani, dhe dhimbjet e lindjes e gjetën atë pranë një trungu pemë hurme, dhe Allahu Madhëruar i thot asaj ta lëkun këtë trung pemë që t'i lëshoj asaj rutab ose kokrat e para të hurmës sapo është pjekur. Dhe sipas këtij përshkrimi të Kuranit, hurmat fillojnë të piqen në muajin gusht, dhe është pemë e vendeve të nxehta, dhe pjekja e saj fillon në muajin gusht. Kështu që prezenca e këtij përshkrimi në historinë e lindjes së Meriemës dhe të Isait alayhis salam tregon se muaji në cilin ka lindur Isai alayhis salam ka qenë muaji gusht. Përshkrimi i Kuranit çon drejt këtij përcaktimi, edhe pse nuk është përmendur në Kuran se çfarë muaji ka lindur Isai alayhis salam. Kjo është thjesht diçka që kuptohet nga ngjarja, dhe është ndryshe nga ajo që përmendet në librat e Ehli Kitabit, dhe ata vendosin datën 25 dhjetor për lindjen e tij. Dhe në fakt ata bien në kundërshtim edhe me vetë përshkrimet e librave të tyre, sepse ndodhet edhe një verset biblik ku thuhet se në momentin e lindjes së tij barit flinin jashtë, dhe për këdo që e njeh mirë klimin e Palestinës në këtë datën e caktuar për tyre, pra 25 dhjetori, është e pamundur që dikush të flejë jashtë, sepse është fillimi i dimrit dhe shpesh herë kjo kohë shoqërohet edhe me ngrica. Prej gjërave që ndihmojnë gjithashtu në arritjen e këtij përfundimi është edhe fakti se ajo ishte krejtësisht e vetme sipas përshkrimit të Kuranit kur u largua për të lindur Isai alayhis salam, saqë nuk kishte kush ta ndihmonte në shkundjen e asaj pemë hurme për t'i lëshuar asaj frutat e hurmës. Dhe gjithashtu edhe në momentin e kthimit duket krejtësisht e vetme, sa Allahu Madhëruar i thot asaj: nëse do takosh ndonjë prej njerëzve sot, thuaj se unë jam zëtuar për hir të Allahut Madhëruar, të mos i flas askujt me fjalë. Kështu ajo që i përshtatet gjendjes së saj e vetme në lindjen e Isait alayhis salam, dhe po ashtu e vetme në kthimin e saj për tek njerëzit, është që të ndodhte në muajt e verës dhe jo në muajt e ftoftë të dimrit dhe të vështirë të asaj stine. Kjo është ajo që përfitohet nga përshkrimi i Kuranit, edhe pse në përshkrimin e tij nuk përmendet me fjalë se kur ka ndodhur kjo lindje, dhe Allahu e di më së miri.